Mund të duket çudi, por ende në kohët e sotme në Shqipëri, i ftohti i dimrit në shkollat e veriut pengonte zhvillimin e mësimit në kushte normale. Dëshmitë e nxënësve japin një panoramë më të qartë të gjendjes në institucion kur ngroja e tij duhej bërë me energji elektrike. Shkolla më pas gjatë dimrit ka qenë një ambient i ftohtë dhe shumë i papërballueshëm për nxënësit. Kemi pasur ambiente të ftofta dhe jo të këndshme. Ndërsa tani kemi ngrohje dhe jemi më të përshtatur për të kryer ore të mësimit. Por edhe alternativa tjetër për ngrohje, përdorimi i gazit, sillte me vete shumë rreziqe për nxënësit. Ka qenë më vështirë sepse gazi krijonte një ngrohtësi vetëm për një ambient të vogël dhe ishim pak të pasigurt sepse gazi ishte me zjarr dhe kishte rreziqe, sidomos për klasat e vogla që mund të shkonin dhe të vendosin duart aty brenda. Gjithashtu nuk jepte një ngrohtësi deri në fund të klasës dhe shpesh shpërqendroheshim për shkak të ambientit të ftohtë. Për mua gazi nuk ishte i përshtatshëm pasi nxënësit duhet të çoheshin çdo minutë, të nxenin duart dhe kjo krijonte shpërqendrim për orën mësimore përsëri, por tani me kondicionerët jemi më mirë, nuk kemi nevojë të lëvizim dhe na ngroh më shumë. Në rrezik ka kanë. Se gazi shpërthen me nxezë ashtu sikur të tjerat. Në rrezik ka kanë. Me frikë edhe na si prind. Në këto kushte, stafi mësimor detyrohej të gjente zgjidhje sporadike për të mos ndërprerë mësimin. Jeti ka qenë pak në mingarkesë nga kjo sasi energjie që është prodhu dhe faktikisht nuk e kena vu në përdorim një herë as gjitha pajisjet nëse ka kanë mujtun. Me raste dhe nuk ka mjaftu se bishin automatet në pjesën e argjimit energjisë. Por realiteti ndryshoi tërësisht me vendosjen e paneleve fotovoltaike në shkolla. Përfaqësuesit e bashkisë tregojnë arsyen pse e përqafuan këtë investim. Kjo si një qasje inovative edhe si një risi për prodhimin e energjisë, por edhe për uljen e kostove të energjisë, por pse jo edhe për futjen që në shkolla dhe edukimin që në brezat e ri të një konsumi energjie të qëndrueshëm edhe të një konsumi energjie inovativ edhe pse jo edhe inteligent, pa ndikuar në mjedis edhe pa bërë kostot pa nevojshme për energjinë elektrike të këtyre shkollave. Nisma është përhapur në disa shkolla të Shkodrës dhe benefitet e saj numërohen në disa drejtime. Ka në 7 shkolla të mesme edhe shkolla nënvjeçare të instaluara këto panele diellore, të cilat arrin që përmes prodhimit të energjisë të mulojnë në pjesën më të madhe në rreth 80% të kostos të energjisë elektrike që më përpara kishte mbuluar bashkia. Gjithashtu kemi investime në panele diellore edhe në 2 kopshte, të cilat janë kopshtet kryesore dhe më të mëdha të qytetit të Shkodrës, pikërisht edhe për të sjellë atë inovacionin edhe atë çësjen shumë të ndërgjegjshme ndaj konsumit të energjisë elektrike. Por e gjitha kjo po shërben edhe si një fushatë e mirë ndërgjegjësimi për brezin e ri. Nxënësit e shkollave janë bërë pjesë e orëve të hapura mësimore ku së bashku me mësuesit kanë eksploruar më shumë mënyrat e reja të përfitimit të energjisë përmes paneleve. Kemi parë mes videove dhe fotove dhe mësuesat na kanë shpjeguar shumë herë funksionin e tyre dhe se si funksionojnë ato. Ndërsa tani me vendosjen e kondicionerave, klasat janë më të ngrohta dhe mësimi zhvillohet më mirë. Duke qenë se raporti i energjisë së rrjetit me raportin e energjisë paneleve diellore është goxha i konsiderueshëm, pjesa e ruajtjes së energjisë është një mundësi e mirë për ta patur në përdorim edhe kur nuk kemi energji elektrike, në rastin kur për shembull nuk ka rrezet diellore të mjaftueshme për ta furnizuar panelin diellor,
por kjo pjesë e kursimit energjisë ne na bën të mujtun që të kursejmë edhe në mënyrën monetare, sepse në qoftë se dikur i kemi paguar në faturat e energjisë që kanë qenë të rrjetit elektrik, tashmë i kemi të ruajtura në bateri dhe vazhdojmë të përdorim kur kemi emergjencat ose kur kemi pjesën e menaxhimit të orëve laboratorike ose të pjesës së menaxhimit të informacionit në mënyrë kohën reale, edhe në pjesën e mësimit me teknologji që duhet pra në orët e përcaktuara për atë pjesë. Ka ndikuar pozitivisht, sepse që të zhvillojmë mësim radhë parë duhet ju krijojmë kushte komode nxënësve dhe mësuesve. Dhe këtë vit ka ardhur duke u përmirësuar. Vendosja e paneleve do të vijojë edhe në shkollat e tjera të Shkodrës për të sjellë këtë realitet tek çdo nxënës që ulet në bankat shkollore.